Ndeshja e djeshme mes Torinos dhe Komos mund t'i dhuronte Kristian Aslanit kënaqësinë e golit të parë në Serie A me fanellën e torinezëve, të cilëve ju bashkua gjatë kësaj vere. Futbollisti shqiptar provoi dy herë gjatë pjesës së parë me goditje nga jashtë zonës, por nuk ja doli të gjente portën e Komos. Në fund të këtij fraksioni loje, kur për Torinon u dha një penallti, ai shkoi dhe diskutoi me Nikola Vlašić, i cili kishte marrë topin, por në fund ishte kroati që qëndroi te pika bardhë dhe gjuajti saktësisht duke realizuar penalltin për të barazuar përkohësisht shifrat në 1-1. Vetë Vlašić ka shpjeguar pas ndeshjes se Aslani kishte kërkuar që të gjuante ai penalltin. Jam unë goditësi penaltive, trajneri apo ndonjë pjesëtar i stafit e ka shkruar dhe në dhomat e zhveshjeve. Ai dëshironte të gjuante, por me që unë shënoj gjithmonë me penalti, e godita unë, tha kroati. Gjithsesi, mes të dyve nuk ka pasur asnjë lloj nervozizmi rreth këtij episodi, pasi Aslani ishte pikërisht i pari që shkoi dhe përgëzoi mesfushorin pas golit të realizuar ndaj Komos.